Papa udhëroi të burgosorve 200.000 euro të llogarisë së tij para vdekjes. Shlia që lidhte papën me të burgosurët fliste gjuhën e autenticitetit dhe të mshurisë. Imzot Benoni Ambaros, i peshkujt drejtuar i pamërisisë për bugjet, i cili ndër vite ka ndarë me papën për kushtimin e tij ndaj dënuarve, ka rrëfyer detaje nga kjo lidhje. Disa ditë para se të vdiste, Francesco shkoi zvarr në burgun Regina Coeli. Aty nuk kishte më forcë, por praninë e tij donte të bërtiste botës se nuk duhet t'i braktisin ata që dhe më pas shtoi. Pasuria e tij u ka dhuruar atyre 200.000 euro nga llogaria e tij personale. Kur i kërkova ndihmë financiare më tha se nuk kishte fonde, por se do gjente diçka në llogarinë e tij, dhe kështu bëri, tregon Ambaros. Lidhja me të burgosurit ishte e gjallë e përditshme në momente të vështira, kur folën për burgjet, i pash duke vuajtur që i kishte rënë zemra. Ai lau këmbët burgosurve, hapi për ta derën në shenjtët e Rebibjes, e dyta pas të shëmpjetët e kërkoi një gest konkret, ulje dënimi qoftë simbolik për 1 o 2 muaj, por asgjë nuk arrit ai. Një burgosur më tha se askush nuk kish vizituar ndonjëherë. Më lëndoi shumë ecin zbatur, sepse nuk kanë këpucë, shteti siguron ushqim, po jo pjesën tjetër. Duhet kujtojmë se ata kanë vëllezër dhe motra dhe jo fantazma të mbyllura, tha Ambrakus.